Përmes të dhënave, analizës dhe gjetjeve konkrete, raporti synon jo vetëm të pasqyrojë realitetin aktual, po edhe të nxjisë pak reflektim, përgjegjësi dhe veprim të koordinuar nga të gjithë aktorët relevant. Me këtë rast dëshirojmë të shprehim falënderimin tonë të veçantë për Agjencinë Austriake për Zhvillim dhe Agjencinë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar SIDA-n, për mbështetjen e tyre të vazhdueshme dhe për kushtimin e avancimin e të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore. Pa këtë mbështetje, realizimi i këtij raporti nuk do të ishte i mundur. Gjithashtu, ky raport nuk do të ishte i mundur pa punën e mrekullueshme të ekipit hulumtues të udhëhequr nga David Ryan, i cili sot nuk është këtu, Besarta, nga Edita Vllaca, Era Kadriu, Luej Uka, Nicole, që na inspiron edhe na motivon gjithmonë me komentet e saj kur ne punojmë në hulumtime, edhe gjithashtu pa mbështetjen e Igos, Besës, Zanës, kjo punë e mrekullueshme sot nuk ish mujt me gjetë jetë. Kosova është e vërtet që ka bërë përparime të rëndësishme në ndërtimin e kornizës ligjore dhe institucionale për të adresuar dhunën në bazë gjinore, edhe normal në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe Konventin e Stambollit. Megjithatë, sfida kryesore betet zbatimi, i cili është prezent edhe në këtë fushë, si zakonisht edhe në fushat të tjera. Dhe përgjigjja institucionale vazhdon të jetë fragmentuar, veçanërisht në nivelin lokal, ku së pari mungojnë burimet, kapacitetet profesionale dhe koordinimi efektiv, ndërsa stereotipet gjinore dhe pajësimi i viktimave ende ndikojnë në trajtimin e rasteve. Në këtë realitet, organizatat e shoqërisë civile janë shtyllë e reagimit ndaj dhunës në bazë gjinore. Ato shumë shpesh janë kontakt i parë për të mbijetuarat, duke ofruar mbështetje emergjente, këshillim psikosocial, ndihmë juridike, strehim të rintegrim, si dhe duke ndërtuar besim mes komuniteteve dhe institucioneve. Dua ta theksoj në këtë rast dhe në mënyrë të veçantë se rjeti i grave të Kosovës ka pasur dhe vazhdon të ketë këtu një rol kyç. Që nga viti 2008, rjeti ka monitoruar sistematikisht zbatimin e ligjeve dhe politikave, duke ofruar analizat të bazuara në evidencë dhe ka avokuar pa ndërprerje për harmonizimin e kornizës ligjore me standarde ndërkombëtare. Kontributi i rjetit ka qenë vendimtar në identifikimin e boshllëqeve, rritjen e llogaridhënies dhe formësimin e reformave në këtë fushë. Megjithatë, e sidomos vitin e fundit, qëndrueshmëria financiare e organizatave të shoqërisë civile dhe jo vetëm, edhe për jetin mbetet një sfidë serioze. Kjo varësi nga financimi afar të shkurtër, i ndërprer, asistenca ndërkombëtare duke e rrezikon, domethënë se është në zvogëlim të vazhdueshëm, do ta rrezikoj monitorimin, avokimin dhe shërbime jetike për të mbijetuar, sepse normal për të bërë një punë në këtë aspekt duhet një qëndrueshmëri patjetër. Pra, edhe pse ka përmirësime në sistemin e drejtësisë, vonesat që janë zakonisht procedurale, dënimet e lehta dhe tentativat për pajtim dhe zbatim të dobët të urdhrave mbrojtës vazhdojnë dhe minojnë besimin e qytetarëve. Pra, grupet sidomos më të marginalizuara, përfshirë të mbijetuarat e dhunës seksuale, si dhe personat LGBTQI, gratë me aftësi të kufizuara dhe fëmijët përballen me barriera edhe më të mëdha. Sot, reagimi ndaj dhunës me bazë gjinore ende varet në masë të madhe nga asistenca ndërkombëtare, ato që veç tashmë e përmenda. Dhe sfida jonë si shoqëri, dhe është e përbashkët kjo sfidë, është që të tentojmë që ta shndrojmë kornizën ligjore ekzistuese më tepër në praktikë funksionale dhe të qëndrueshme. Por kjo me siguri që kërkon një investim, kërkon kapacitete institucionale, partneritet të qëndrueshëm me organizata të shoqërisë civile, koordinim më efektiv, llogaridhënie reale dhe një qasje të qartë dhe të orientuar nga viktima. Vetëm përmes këtij angazhimi mund të sigurojmë që mbrojtja nga dhuna në bazë gjinore të mos mbetet vetëm në letër, por të jetë një realitet për çdo grua dhe vajzë në Kosovë. So Sweden has a long
studying commitment in supporting women's rights and also the work on gender-based violence, and we have a long history in doing so. So this is so important to see this work up front and to be able to listen to the findings of this report. So sexual and gender-based violence continue to be widespread in Kosovo, elsewhere in the world, with impacting the physical and psychological well-being of women and children, and also people from the LGBTQI communities. This report illustrates progress by institutions such as the Ministry of Justice by improving the legal framework and mechanisms to prevent and address violence. And I want to highlight the importance of the work done by civil society in regard of pushing for this progress, including the Kosovo Women's Network. Changes usually come from civil society, or the push for changes to take place. And despite steps in the right direction, much remains to be done to actually reach a zero tolerance in practice and in reality, including to further strengthen the knowledge and capacities within institutions to address sexual and gender-based violence and to ensure a victim-centered approach. Sweden strongly encouraged the Kosovo government and all relevant institutions and municipalities to improve their collaboration both between themselves and with other actors to ensure real change for victims of violence, and to ensure that there is enough budget and human resources to provide the necessary responsive infrastructure, such as rape crisis centers, children's shelters, and SOS hotlines. It is also vital that there is a strong commitment to improve knowledge around gender norms and stereotypes in society as a whole, through the curriculum, for example, and to enhance gender equality in all parts of society, and to prevent violence in all forms. So therefore also other initiatives to contribute to a change of norms, attitudes and behaviors are very necessary. And role models needs to be encouraged and highlighted throughout society, not just within schools but also within families and the community as a whole. Dhuna me bazë gjinore në kupton çdo formë të dhunës që ndodh ndaj një personi për shkak të gjinisë së saj apo të tij. Ajo përfshin dhunën në familje, dhunën fizike, dhunën seksuale, gjithashtu edhe dhunën psikologjike. Kjo dhunë e din që prek më së shumti gratë në mënyrë disproporcionale me burrat, si pasojë e normave ekzistuese gjinore që ne kemi edhe pabarazive të forcës. Qysh edhe mundemi me ditë që nga viti 2020 Kosova e ka të inkorporuar në konventën e saj në kushtetutën e saj konventën e Stambollit. Kjo është një formë e cila deri diku edhe na ka detyruar me ndru të gjitha ligjet, qoftë legjislacionin primar apo edhe sekondar. Ngjashëm rekomandimi përgjithshëm numër 19 i konventës së Stambollit tregon si në jetë private edhe ashtu në atë publike si shkelje të drejtave të njerëzit. Përkthimi, okej. Më falni se unë prej natyrës flas pak shpejt, po tentoj me fol ma ka dalë nëse mundem. Tek metodologjia rrjeti grave të Kosovës për hartim edhe për plotësim të këtij raporti ka përdorur një metodologji të kombinuar prej formave të ndryshme, duke përdorur monitorimin e reagimit institucional ndaj dhunës në bazë gjinore. Kjo ka ndodhur përmes intervistave. Rrjeti i grave të Kosovës në terren ka realizuar 128 intervista në aspekt në nivel rajonal. Kemi bu një rishikim të kuadrit ligjor përkatës, gjithashtu kemi bu dhe desk research apo kërkim në dokumente, dhe realizim të intervistave që përmenda më herët, gjithashtu edhe analizë të dhënave statistikore nga të gjitha institucionet relevante. Ka qenë periudhë 4 vjeçare, nga viti 2021 deri në vitin 2024. Ashtu edhe qysh mundemi me ditë, të gjitha hulumtimet kanë sfida, dy ndër sfidat kryesore të cilat kanë pasur ndikim në mbledhje të dhanave dhe në përpilim të këtij raportit, ka qenë procesi zgjedhor që ka zgjatur procesin e hulumtimit edhe shkruarjen e raportit, gjithashtu edhe vonesa në përgjigje edhe për takime edhe për bashkëpunim.
Si gjetjet kryesore që nga viti 2020 është zbredhur përmirësimi i njohurive edhe i qëndrimeve të zyrtarëve të institucioneve për dhunën në baza gjinore, mirë po keq kuptime serioze vazhdojnë të jenë të pranishëm, veçanërisht lidhur me dhunën seksuale dhe fajësimin e viktimave. Të gjeturat kryesore tek Policia e Kosovës janë që jo të gjithë treguan njohuri të thelluara mbi strategjinë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave. Ata shpesh e keq kuptonin dhunën me bazë gjinore ose e barazonin atë me dhunën në familje. Po ashtu ngacmimin seksual dhe sulmin seksual shpesh e interpretonin gabim. Disa zyrtarë prirën të justifikojnë ose arsyetojnë ngacmimin seksual, sidomos kur ndodh për herë të parë, duke mos e kuptuar dinamikën e pushtetit. Policët shpesh minimizonin përvojën e viktimave dhe anonin në favor të kryerësve të dhunës dhe tentonin të arsyetonin veprimet e dhunuesve kur këta i ndeqnin. Tek inspektoriati policor, si të gjetura kryesore, kemi që shpesh ankesat për mosveprim nga ana e Policisë së Kosovës apo keq veprim nga zyrtarët policor, edhe pse janë lajmëruar në inspektoriat, ato ankesa shpesh herë janë kthyer në stacionet policore në mënyrë që të hetohen si shkelje disipline. E gjetur tjetër është që kjo tregon një mungesë qartësie lidhur me ndarjen e kompetencave ndërmjet inspektoriatit të Policisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës. Tek Instituti Mjekësisë Ligjore, rastet shpesh mbështeten në dokumentacion të paplot nga institucione të tjera, edhe pse lëndimet e vogla janë thelbësore për vlerësimet mjekoligjore, ato shpesh neglizhohen. Ndërmjet viteve 2020 dhe 2023, Instituti Mjekësisë Ligjore ka pranuar një numër të konsiderueshëm raportesh për dhunë në familje, vetëm një pjesë e vogël e viktimave janë ekzaminuar për shkak të mungesës së stafit dhe mungesës së transportit, veçanërisht në zonat më të largëta. Tek prokuroria, fatkeqësisht prokurorët ende ngatrojnë ngacmimin seksual me sulmin seksual dhe përballen me probleme infrastrukturore. Përveç kësaj, prokurorët kanë mungesë njohurish mbi dinamikat e dhunës dhe raporteve gjinore të pushtetit, duke i atribuar shpesh veprimet e kryerësve vetëm problemeve mendore apo varësisë nga substancat të ndryshme narkotike, që mund të dëmtojnë sigurimin e drejtësisë efektive për dhunën me bazë gjinore. Tek mbrojtësit e viktimave, së gjetura kryesore është që ata shpesh raportuan mungesë stafi në shumicën e komunave, ngarkesë të lartë të punës, mungesë transporti për pjesëmarrje në gjykata dhe hapësirë të pamjaftueshme për zyre. Si pasojë e kësaj, në disa raste